mujore, sepse u folë që korriku mund tjetë më pas të shkojit në shtator. Cilat janë pritshmëritë tuaja? Po ne lajmin e pom do thotë sepse këto kanë ndodhur në të kaluarën që gjykata ka marrë vendim për shtyrjen e vendimit final, po më në fund është nxjerrë një vendim edhe po besojmë që në shtator krerët e ushtrisë kombëtare të Kosovës do t'i kthehen fillimisht familjes së neve si bashkëqytetarë qytetarë të Republikës së Kosovës, sepse padrejtësisht për gati 6 vite janë majtë atje pa asnjë bazë, asnjë argument, do thotë me akuza të Serbisë me dëshmitar të cilët kanë bashkëpunuar ngushtë me organet e Serbisë, të cilët kanë pas qëllim me njollos luftën e drejtë qëllimtare, por po besoj se nëse do thotë këtë akuzë shërtuhet drejt nga trupi gjykues, nuk ka gjë tjetër përveç vendim liru, sepse nuk ekziston asnjë element me u denu krerët e ushtrisë kombëtare të Kosovës. Ne të bindur në pafajësinë e kadrës, po në çka